Hino mrena i strehova fëmijët gryjen, morëm tesha, ushqimore, të si sa me kalu. Familja 7 antarësh e Topko, e cila jeton në rrugën Gjergj Fishta në Prizren, po përballet me pasiguri për strehim pas shembjes së një muri mbi shtëpinë e tyre si pasojë e rreshjeve të shiut. Ngjarja ka ndodhur të shtunën rreth mesnatës, duke i detyruar 7 antarët e familjes, përfshirë edhe një të moshuar të verbër, të largohen urgjentisht nga objekti. Pronari i shtëpisë, Alban Topko, thotë se pas njoftimit të policisë, familja është detyruar të largohet nga objekti dhe përkohësisht ka qëndruar tek fshinjët. Ishte premte, rreth orës 12 natës, pas mesnatë. Mami është e verbët, ishte poshtë katin e parë me fëmijët e mi, 4 vajzat, kurse unë edhe bashkëshortja ishim nalt. Në katin e dytë, dhomën e madhe tu shiku televizor, ishte shi, shumë të ra shi, edhe veç unë dëgju zhurmat. Bam bum, dollëm me pa në balkon me bashkëshortën që po ndodh, e njiva vajzën e trishtume. O babë urdu shpia, o babë kështu, o babë ashtu. Tani urgjentisht e thirrën policin, dhe sa herë policia, unë u mora me fëmijët, mi qetësu fëmijët, dhe mos me bon panik. Edhe masanej, masi erdhën policia, të ishin urgjentisht me dalë për këtu se është rrezik gjendja. Rrezik puna se shtëpia është shumë e vjetër, mbi 200 vjet me qërpiq. Shka bona për zë shkova të kushia, të një shok i klasës tem, lypa ndim, femdit për tina ma hapi derën, më strejmoj për 2 dit, nëse 48 orë. Mas 48 orë u detyrova prap me artu. A i thotë se aktualisht mirëqenia e familjes sigurohet vetëm përmes shtesave për fëmijë. Topko thekson se vuan nga depresioni dhe se nuk është plotësisht i aftë për punë për shkak të një defekti në dorën e tij. Donse shton se nga qendra për punë sociale është vlerësuar ndryshe. Mirëqenien për momentin jemi të shtyjmë me shtesat fëmijëve. Me shtesat fëmijëve për momentin. Po ndërkohë tash kush ma din hallin, kush më njeh po më ndihmon. 100 euro, 50 euro nuk janë pak. Po kalojmë. Po na herë bën edhe unë, kur kam rast pse jo. Një punë që muj me bë, nuk i tham jo. Shkoj punoj, ama kur nuk jam mirë shembull. Sa shkoj e nxjerrit e lash edhe ati jo valla, ma mirë për rinë shpejtem. Kam probleme me dorën, i kam probleme tetivat, kam bë operacion Prishtinë, se di sa ka pas sukses, unë e me livriti, po mi drejtu s'muj, se i kanë prej keq këtu. Topko shton se pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nuk ka marrë ndihmë institucionale dhe kërkon vetëm një banesë të sigurt. Ky muri u kanë mbrojt për qatë shtëpi, dhe me çaj shtëpi mos me pas plasaritje ose me ardhë në bërtem. Për qatë arsye e kanë bëhë dhe murin. E tash unë s'du asatimi me të në qafë ose m'ja lën fajnë, se ku shihemi, qëtu i kemi bo qëto vjetë bashkë. Po, mu bo një zgjidhje, me bo dishka, mos mu fshin ashta ketë shpinë me rëzu, se po thë një tere një ketë që i bëjmë dam këti, i bëjmë dam ati, i bëjmë ati, mos mu fshin kur gjo me bo investim qëtu, me mlu qëtë kulm, edhe me më zhvendos për qëtu, përkosisht, dhe të mbot një zgjidhje. Pres ndim për shtetit, institucione, komuna, apo dikush dishka, se as social së më japin, ma mohojnë drejten, thënë ti e jafë për punë, a faktikisht unë nuk jam, se jam në gjendje depresive, në gjendje keqe emocionale, ndishme. E ta shkaku i qytynit gjendjeve për rjedhin pasoja. E tani kur për rjedhin pasojat për vuj vetë. Edhe pse jam krye familjar, kam gallet e mija, kam dertet e mija, me 4 fëmijë të vegjël, për me hangër me pikimi, e mu vesh, shqyqyrë e zotë, por një shtëpi duhet, ose një banes, një strehim, çka do koftë. Lidhur me këtë shqetësim të kësaj familje, ne kemi kontaktuar drejtuesit e Drejtorisë për Emergjenca dhe Siguri në Prizren, por për shkak të ndryshimeve që pritet të ndodhin në drejtimin e këtij dikasteri, nuk morën përgjigje. Sido që të jetë, familja Topko jeton çdo ditë me rrezikun që i kanoset nga shembja dhe jo dorëzimi i mëtejmë i murit.